Përshëndetje. Sot po përgatisim një recetë shumë të shpejtë dhe shumë të shijshme. Tatli me shërbet. Fillojmë. Së pari do të përgatisim shërbetin. Në tenxhere hedhim 3 gota me sheqer. Gota është 200 ml. Gotat për të përgatitur shërbetin do t'i përdorim të njëjtën. Pra e njëjta gotë. 4 gota me ujë ose 800 ml ujë. Së pari po e përgatis shërbetin, pasi që shërbetin do e la që të ftohet, e pastaj do vazhdoj dhe do e përgatis brumin. Tash i përzim me lugë që të tretet sheqeri pak, e pastaj shërbetin e zim për 15 deri në 20 minuta në temperaturë mesatare. Tash vazhdojmë të përgatisim brumin. Për brumin na nevojiten 2 vezë të plota. Këtu shtojmë edhe sheqerin. 3 lugë të gjellës sheqer. 3 lugë të gjellës sheqer, 1 gotë vaj ose 125 ml vaj, 1 pako sheqer vanilje ose aromë vanilje. Vazhdojmë edhe i përzim për 2 deri në 3 minuta derisa të filloj sheqeri të tretet pak. Tash pasi që janë gati, vazhdojmë shtojmë edhe 1 pako pluhur për pjekje. E pastaj vazhdoj edhe shtoj mielin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Për afërsisht do të përdorim 200 deri në 250 gram miell, por gjithmonë mielin e kontrolloni. Pra duhet që brumi mos të jetë shumë i fortë. Pra brum për tatlia, sikur që përgatisim tatlia, do ta shikojmë tash se si duhet të duket. 200 gram ose 250 gram miell janë të mjaftueshme për këtë recetë, por thash që duhet ta kontrolloni. E shtoni mielin nga pak derisa të formohet brumi. Pasi të formojmë brumin e ndojmë në pjesë të barabarta. E pastaj nga secila pjesë formojmë nga një topt kështu, siç po e shikoni. Tatlijes do t'i japim formë të rrumbullakët, prandaj edhe kështu, vetëm se do i vendoj në tepsinë ku kam vendosur me e pjek tatlin. Tepsien e kam lyer me pak margarinë. Edhe tash vazhdojmë i japim formë. Nëse doni mund t'i leni kështu të rrumbullakta, por mund t'i jepni edhe ndonjë formë tjetër. Tatlien do e pjek në furrë në temperaturë 170 gradë për afërsisht 20 minuta, por do e kontrolloni. Pasi që të piqet, e la 2 minuta të ftohet e pastaj ja hedhim shërbetin e ftohtë. Tatlia e nxehtë edhe shërbeti i ftohtë. Lëreni që të qëndroj kështu në shërbet në temperaturë dhume për 20 minuta. Edhe do e vrini që tatlia do e thith shërbetin të tërin, pastaj do ta vendosim në frigorifer që të ftohet tërësisht. Pasi që çdo gjë që ftohet është edhe shijon më shumë. Pasi që tatlia të jetë ftohur mirë, edhe ta ketë pirë shërbetin të tërën, atëherë e kemi gati edhe mundemi me i shtu pak kokoz, ose mund ta leni edhe ashtu siç është, gjithmonë sipas shijes, dëshirës suaj, si e doni. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj se do ju pëlqej, por nëse do ju pëlqej receta, atëherë vetëm fillo dhe përgatite, vetëm pak harç. Ju nevojitet për këtë recetë të mrekullueshme. Kjo ishte e gjitha. Mirëmbëjtje.